Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit të vendit Ilir Meta për përjashtimin e gjyqtarit Ilir Panda nga shqyrtimi i çështjes së tij. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka bërë rekurs vazhdimisht për lirimin nga qelia e paraburgimit ku ndodhet prej më shumë se një viti. Seanca ndaj Metës do të zhvillohet më 27 nëntor, ku do të shqyrtohet sërish ankimimi për masën e sigurisë arrest në burg. Shkak për shtyrjen u raportua më herët mungesa e avokatit të Metës Kujtim Cakrani, i cili ka kërkuar më parë largimin e gjyqtares Irena Gjoka nga gjykimi duke pretenduar konflikt interesi. Çështja penale përfshin Ilir Metën, ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhin dhe 3 persona të tjerë. Ata përballen me akuza që lidhen me korrupsionin pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe korrupsion të funksionarëve të lartë në bashkëpunim. Meta ndodhet në burg që nga tetori i vitit 2024, ndërsa Monika Kryemadhi është nën masën detyrim paraqitje. SPAK ka bashkuar në një dosje 3 hetime, aferën Çezdia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe verifikimin pasuror.